martesës. Andaj çka ka Tausi, sura Hashr, ajeti kemethali shejtani, sikur shembulli i shejtanit që i thot ban kufër e pastaj distancohet, është shembulli i këtij njeriu i cili ka adhuruar Allahun, po s'është martuar. Andaj besimtari duhet të martohet. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë besimtarët të ri mu martuar. E ka thënë o ju të ri, men istata'a minkum al-ba'a, çka mundsi mu martua, falyatazawwaj, let martohet. E derisa s'ka mundsi mu martu, çka? Le ta xhiroj. Andaj sistemi më i fuqishëm, më imunitar i besimtarit është martesa. Kur të martohet, atëherë e shet se domodin e ka siguruar imanin e tina, fuqinë e tina, mendjen e tina. Madje shumë prej dietarëve kanë thënë se edhe sistemi logjik dhe i të menduar i të shëndosh stabilizohet me të martuar. Andaj Omar Khattabi ka transmetuar Tausi se ka thënë njeriu s'martohet për dy raste, burri ose s'ka mundësi, kjo është arsyeshme, s'ka mundësi financiare, kapitale, kjo është arsyeshme për Allahu xhelel xhelaluhu, ose është i prishtë, sikur që është e njohur te njerëzit që e kanë bërë të kundërtën e sunetit e Muhamedit. Shtija martesë, knaqu dini ha. Që shiton njerëz subhanallahu, knaqu në gjunat Allahu xhelel xhelaluhu. Knaqu do të shfriu një herë, e çoroditu një herë, zbavitu arktoju, pastaj martoju, pastaj çish martohesh. Andaj vezë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tabiina, janë martuar nga se kanë rujt vetëm prej gjunave të cilat ka mundësi shejtani me